Italia thot se miratimi nga Këshilli të Hënën i paketës kryesore të dosjeve për migracionin i hap rrugë vënies në punë të 2 qendrave të azilit në Shqipëri, të cilat kishin mbetur në pritje prej muajsh për shkak të pengesave ligjore. Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi deklaroi në Bruksel se qendrat në Shqipëri po përgatiten të rikthehen në funksion të plot dhe se do të përdoren për procedura të përshpejtuara në kufi, si modeli i parë i qendrave të kthimit të parashikuara në rregulloret e reja. Qendrat në Gjadër dhe Shëngjin u ngritën në bazë të protokollit Itali-Shqipëri të vitit 2023 dhe parashikoheshin të strehonin burra të rritur nga vende të sigurta të shpëtuar në det për të përpunuar me shpejtësi kërkesat dhe për të organizuar kthimet. Nisja e tyre u shty pasi gjykatat italiane rrëzuan disa urdhra ndalimi dhe vu në dyshim listën e vendeve të sigurta për disa kombësi, duke e çuar çështjen deri në gjykatën më të lartë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Këshilli miratoi rikthimin e konceptit të vendeve të treta të sigurta, që mundëson më lehtë refuzimin e kërkesave dhe dobimet drejt vendeve ku aplikantët kanë kaluar në tranzit. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian arritën gjithashtu marrëveshje për rregulloren e kthimeve, që lejon krijimin e qendrave të kthimit jashtë territorit të Bashkimit Evropian dhe finalizuan listën e përbashkët të vendeve të origjinës të sigurta, duke përshpejtuar trajtimin e kërkesave për shtetasit e Bangladeshit, Kolumbisë, Egjiptit, Indisë, Kosovës, Marokut dhe Tunizisë.